Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Mjekja çudit botën, soda e bukës bën mrekulli për flokët, ja si ta përdorni. Flokët janë një pjesë shumë e brishtë e trupit të njeriut, por shumë e rëndësishme për paraqitjen e jashtme. Ekspertët këshillojnë aplikimin e produkteve natyrale për të mirëmbajtur dhe për të ushqyer flokun. Soda e bukës është një produkt i cili gjen përdorime të pafundme nga pastrimi dhe deri tek shëndeti i organizmit. Ky produkt gjithsesi mund edhe të përdoret edhe për shëndetin e flokëve duke i nxitur ato që të rriten më shpejt. Ne këtu do t'ju tregojmë mënyrën më të thjeshtë se si ju ta përdorni këtë produkt për efekt të menjëhershëm. Si ta përgatisni trajtimin e flokëve me sodë buke. Përbërësit që do t'ju duhen janë 1 lugë gjelle me sodë buke, 3 lugë gjelle me ujë, 1 lugë gjelle me uthull molle, 4 lugë gjelle me ujë. Përgatitja: përzieni të dy përbërësit e parë, 1 lugë gjelle sodë dhe 3 lugë gjelle me ujë, derisa të formohet një pastë e njëtrajtshme. Vendoseni në flokë të lagur nga rrënja deri tek majat dhe lëreni për disa minuta. Vendoseni në flokë të lagur nga rrënja deri tek majat dhe lëreni për disa momente. Më pas, shpëlajini me ujë të bollshëm dhe të freskët. Pasi ju ta keni bërë këtë hap, përzieni uthullën e mollës me ujë dhe përdoreni për të shpëlarë në fund flokët tuaj për më shumë shkëlqim. Vlerat e sodës së bukës për shëndetin e flokëve. Soda e bukës ofron përfitime të larmishme për flokët. Së pari, soda e pastron atë dhe njëkohësisht i jep shkëlqim. Së dyti, ajo e bën flokun tuaj më të fortë dhe gjithashtu stimulon në rritjen e tij. Soda e bukës rigjeneron flokun e dëmtuar duke i bërë ato më të shëndetshme dhe plot jetë. Për më tepër, soda e bukës nuk përmban asnjë kimikat të dëmshëm, ndonse përpara përdorimit duhet të këshilloni dhe të siguroheni që nuk jeni alergjik ndaj saj. Uthulla e mollës nga ana tjetër është një produkt natyral i shkëlqyer për shëndetin e flokut. Ajo përmirëson shkëlqimin natyral dhe u jep flokëve një paraqitje të shëndetshme sepse ka efekt pastrues nga mbetjet e ndryshme të cilat akumulohen në rrënjë. Nëse flokët tuaj janë të dobët dhe bien sa herë që ju i krihni, maskat kundër rënies të përgatitura vetë munden që të jenë një nga zgjedhjet e duhura për flok sa më perfekt. Ka shumë arsye pse ju bien flokët, duke filluar që nga stresi dhe deri tek mungesa e duhur ushqimore. Në çdo rast, nëse ju bien flokët, s'ka gjë më të mirë se një mask flokësh e bërë vetë, të thjeshta për të përgatitur në shtëpi, me përbërës elementar, ushqyes dhe forcues. Këto maska ndonjëherë janë një ilaç i vërtet dhe janë vërtet efikase, nga që mund të parashikohen. Majat bire, mjalt, kos, vezë dhe meradh. Bëhet fjalë për përbërës që të gjithë ju i keni në shtëpi. Më pas, mbështilleni kokën me qese plastike dhe lajini flokët me shampo si zakonisht. Zgjidhni një prej këtyre 3 maskave që ne do t'ju sugjerojmë me efekt ushqyes, rigjenerues dhe njëkohësisht antirënje. Flokët tuaj do t'i ngjallin zili të gjithëve. Mask me vezë. Për këtë mask juve do t'ju duhen 2 të verdha vezësh dhe gjithashtu pak vaj ulliri dhe gjysmë lëng limoni i shtrydhur. Sipas ekspertëve, përzieni mirë dhe lëreni këtë mask që të veprojë në skalpin tuaj të kokës. Aplikojeni më pas me anë të një furçe dhe mblidheni kokën me qese transparente.
Lëreni të veproj për gjysmë ore, më pas shpëlajeni dhe vazhdoni me shampon. Do t'i ndjeni menjëherë flokët tuaj më të fortë dhe më të ushqyer. Mask me mjalt. Provoni këtë përzierje për flokët tuaj. Në një tas të vogël, ju duhet që të hidhni një vasket kos dhe një lugë plot me mjalt. Përziheni dhe përhapeni maskën në flok, më pas vendosni një kapuç dushi. Lëreni një orë në kokë të mbështjellë dhe lajni flokët me shampo. Do të ishte mirë nëse shampo do të ishte kundra rënjes. Mask flokësh me maja bire forcon dhe ndalon rënjen e flokëve. Bëhet fjalë për një maskë e cila realizohet me 2 të verdha vezësh dhe disa pika uthull, një lugë mjalt dhe 20 gram maja bire. Hidheni në një tas, përziheni dhe aplikojeni maskën në të gjithë skalpin e kokës. Mbështilleni kokën me qese dhe lëreni për rreth gjysmë ore. Më pas lajni flokët me shampo si zakonisht. Vezë dhe vaj ulliri. Maska natyrale për forcimin e flokëve dhe kundër rënjes së tyre. Rënja e flokëve dhe problemet me dendësinë dhe shkëlqimin e tyre janë probleme të cilat prekin rregullisht femrat, ashtu edhe meshkujt. Përtej trajtimeve mjekësore, shëndeti i flokëve mund të përmirësohet ndjeshëm fal disa metodave natyrale të cilat do t'ju vinë në ndihmë. Aloe vera. Aloe vera përbën një kurë të shkëlqyer kundër rënjes së flokëve. Ajo qetëson dhe gjithashtu zbut skalpin e kokës dhe krijon një mjedis të shëndetshëm për rigjenerimin e qelizave të flokut. Aloe vera ndihmon në eliminimin e yndyrës tuaj nga skalpi dhe parandalon problemet me flokët tuaj. Ju mund të përdorni rregullisht gjelin e aloe verës për të masazhuar skalpin dhe për të ushqyer flokun tuaj. Ne ju këshillojmë ta bani këtë maskë për rreth 10 deri në 15 minuta dhe më pas ta shpëlani. Më pas mund të lani kokën me shampon tuaj të zakonshme. Jamballi. Jamballi rekomandohet për të pastruar skalpin e thatë dhe të irrituar. Jamballi i çel pore dhe forcon në rënjen e flokut, dobësimi i së cilës bëhet shpesh shkak për rënjen e flokut. Jamballi mund të konsumohet çdo javë në formën e çajit. Lëngu i qepës. Ekspertët thonë se lëngu i qepës është njëkohësisht shumë efikas për rritjen e flokut dhe funksionon me të vërtetë mirë. Qepa përmban gjithashtu sulfur që përmirëson qarkullimin e gjakut, nxit prodhimin e kolagjenit dhe gjithashtu lufton të gjitha bakteret që prekin sipërfaqen e skalpit. Mund ta lyeni skalpin me lëng qepe dhe ta mbani për 15 minuta dhe më pas mund ta lani me shampo si zakonisht. Veza. Maska me vezë është një nga kurat më të mira natyrale kundër rënjes së flokut. Veza përmban sasi të larta proteine, e cila rikthen flokun në gjendjen e tij të mëparshme. Në një tas qelçi përziheni një vezë me një lugë gjelle me vaj ulliri. Maskën përdoreni në flokë të lartë dhe të lagur dhe mbajini për rreth 10 minuta. Më pas lajni flokët si zakonisht me shampo. Këtë kurë mund ta përdorni një herë në javë. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona
Nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato, faleminderit që e patë videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.